Mi që jemi sërish së bashku, sërisht e Marte dhe sërisht jemi me madam. Kjo pjesa e astrologjisë e cila juve ju intereson shumë, unë nevoj special për juve çdo javë, e kjo është parashikimi i astrologjik i planetave çka janë të bunë në këtë moment. Po shkojmë me njerë me shenjën e parë. Shenjë i parë është Dashi, kemi dy evente qellore se harrova me ju tregu. Dy evente qellore është Venera e cila po ndron shej. Ka qenë në Virgjeresh, po del në Peshore. Venera në Peshore është në shpinë e vetë, njihet shumë mirë. Ka dalë prej Virgjereshe e cila është shumë analitike, analizon shumë edhe i shef senet, i zmadhëm pak senet ma shumë se sa vynë, kurse ka dalë tash në Peshore e cila është konkrete, lyp çka dënë, e merr ato çka dënë. Venerën e dini, Venera është përfaqësuesja e pareve dhe dashnisë. Edhe Pluto, si planeta më e largët edhe më e frikshme për neve, na e reflektojmë si të frikshme, sepse ajo është sunduesja e Akrepit. Pluto pra ka ndru rrugë, ai ka qenë të shku retro ose ka qenë të shku mrapsht, e tash po kthehet në rrugën e mbar. Kjo është një prej eventeve shumë të rëndësishme sepse është shumë e rrallë. Pluto është planet që shumë zgjat edhe është shumë e kadalshme. I bën diku afër 300 vjet me e bo një rrotullim, na nuk kemi jetë aq, kështu që eventet e Plutos gjithmonë janë shumë të rëndësishme për neve. Edhe me këtë drejtim të Plutos në rrugë të drejtë, e cila ndodh në shenjën e Ujorit, na do të kemi ngjarje të cilat nuk do të përsëriten më kurrë. Çka i bjen kjo? Kjo i bjen që të dyja këto evente me datën 13 ka ndodh, edhe këto evente do të binë ngjarje thuajse tragjike në dashuri. Venera edhe Pluto, ose është një dashuri shumë e thellë, ose është një dashuri shumë e rrem. Tash, këtu kena mi kuptu. Shkojmë me Dashin. Dashi sfidohet në raportet e veta shoqërore, edhe në raportet ka me pas një zhgënjim të madh në raportet e veta që ai ka mendu që janë stabile, janë shumë të forta, edhe janë afatgjate, ka investu shumë në ato raporte, mirë po me këtë ndryshim planetar, Dashi do t'i kuptoj disa të vërtetat, të cilat ndoshta ka i herë dhe i ka ditë, por o boqi s'piden. Sukses e Dasha. Me njerë mas Dashit e kemi Demin, Demin këto kemi pak ma ndryshe, sepse Demi gjithë këtë ndryshim po përjeton në punë. Demat i njofim si sheja stabil, njerëz të cilët nuk janë fort punëtor, nuk marrin fort iniciativë, por kur e marrin me e punu një sen, e punojnë deri në fund. Demat janë partnerat më të sigurt që ekzistojnë në zodiak. Problem me rrejt e kajnë shumë, kurse këtu në punë ata do të bëjnë një vendim i cili nuk do të kthehet mrapa. Do të bëjnë një vendim ose që të rrinë në një punë në të cilin kajnë probleme edhe të ndrojnë pozicionin e vetë ose pikpamjen e vetë se si e shohin atë problem, ose të ndrojnë punë. Bineqet janë sheja e parë e ajrit edhe njerëz të cilët na i njohim si labil, njerëz të cilët nuk kanë shumë qëndrueshmëri, mërziten shpejt. Ata janë gjithmonë ata të cilët kur nuk mundesh me ja ditë disponimin. Edhe për bineq kjo ndodh në fushën e dashurisë. Për ata të cilët janë në mosh për më u dashuru, normalisht kjo ndryshim do të ndodhë në fushën e dashurisë, edhe sidomos të dashurit të cilat kanë funksionu në largësi. Dhe kanë funksionu përmes distancave shumë të mëdha. Do dallime janë këto, ose janë dallime në vjetë, ose janë dallime në vendin ku jetojnë, ose janë dallime në nivelin se çfarë jetë e bajnë, po këtu ka dallime në këtë raport. Edhe bineq do t'jenë sfidum në këtë sferë, për ata të cilët janë në moshën e dashurisë, për ata të cilët janë në moshën e krijimit familje, mund të ndodhë që të kejnë në i lajmë për shtatzani, ose të mbeten shtatzan, e për ata të cilët janë në moshën me të shtyer,
diçka të e re në sferën e nipave dhe mbesave. Gaforja. Gaforët tona të ndihshme, super të ndihshme, të cilët e aktrojnë një fortësi nga jashtë, ata do të kenë në fakt një sfidë të madhe emocionale. Na e dim që në këtë vit kena thënë që gaforët janë shumë me fat, mirë po, këtu nuk ka të bëjnë me fatin, këtu ka të bëjnë me diçka që ata ndjejnë, edhe me atë se sa janë të gatshëm ata të ndryshojnë mendimin e vetë mbi ndjenjat e veta. T'ju shpjegoj një sen, ndjenjat nuk vinë për qiellit, ato vinë prej mendimeve tona. Nëse jemi në gjendje me i ndryshu mendimet tona, do t'i ndrojmë edhe ndjenjat. Radhën e ka Luani. Luanat, krenaria e gjithë zodiakut, ata me të bukurit, ata të cilët gjithmonë binë në sy edhe pa ata atmosferë nuk ka. Kështu që Luani në këto dy evente shumë të rëndësishme do të ketë ndryshime dikush nga familjarët ose njerëzit e afërt të tyre mund të ketë probleme serioze në martesë, në raporte, në përgjithësi me punën ose me kënda me të cilin ka marrëveshje kontraktuale. Luanat janë ata që do të përfshihen në këtë mosmarrëveshje edhe emocionalisht do t'i përkrahin njerëzit e vet. Na e dim që Luanat gjithmonë i përkrahin njerëzit, edhe sidomos njerëzit e vet, përpos që janë me ego të madhe, ata janë edhe lider perfekt, edhe gjithmonë e mbrojnë kopen. Kështu që fat Luanave, inshallah, gjithçka bëhet mirë. Radhën e ka Virgjëresha. Virgjëresha analitike, ajo e cila gjithmonë kujdeset për të tjerët, ajo e cila gjithmonë mendon që të tjerët nuk janë mjaft të kujdesshëm sa ajo. E në këtë fush edhe në këtë event, ose këto evente që po ndodhin në këtë javë, ata duhen të presin të papritura në fushën materiale. Do pare do të vinë nga një anë që as ata nuk e presin. Është shumë periudhë mirë që të refundojnë shpenzimet e veta, t'i bëjmë disa rezerva, se për çka kanë një vit ata rezerva se di ma la, ama ata do të kenë mundësi që të mbledhin një shumë të mirë të parave, e cila do të vijë nga askund, ose nga diku e papritur. Edhe kjo do t'jetë e reja çka do të ndodhë me Virgjëreshat për këtë javë. Peshorja. Peshorja diplomatike. A dini se një peshore kurrë nuk do t'ju thotë të vërtetën të vërtetë. Një peshore gjithmonë do t'a thotë një të vërtetë të veshur bukur, me një gëzof të bukur. Jo pse ata rrejnë, nuk rrejnë, por e thojnë të vërtetën që ju keni qef me ndëgju. Kështu që kur mos u këshilloni me një peshore. Edhe shkojmë me peshoret. Peshorja, fusha e parë duhet të ketë shumë kujdes, sepse diçka duhet të ndrojë në qëndrimet e peshores. Në atë se si ata janë qasë ndaj njerëzve të cilët i kanë dashuru, për ata të cilët janë në dashuri, kohën e dashurisë, kurse për ata të cilët janë të rritë fëmijë, diçka duhet të ndrojë në qasën e tyre me fëmijët e tyre. Edhe duhet të kenë parasysh që këto ndryshime për ta do t'jenë vendim marrëse ose afatgjate. Një diçka që ata mendojnë që duhet me ndryshu në këta raporte, ata duhen të jenë këmbgolës edhe mos të hekin dorë shpejt. Akrepi. Tash, akrepat e mi, sepse unë jam akrep, me thonë që s'na dojnë, e di që s'na dojnë. Pse s'na dojnë, tash ato i shpytje. E vërtetën, nëse kur nuk e thot një peshore të vërtetën, akrepi gjithmonë ka me të thanë të vërtetën. Edhe asë njëherë nuk ka me të kursy në atë vërtetë. Për që ato edhe nuk na dojnë, por na kena qef kur s'na dojnë. S'ka gja, na e dojnë veten. Për akrepat, kjo do të ndodhe gjitha në fushën ku përmes intuitës, edhe përmes andrave, përmes zonit vetë të mbrëmshëm, përmes fëmijët brenda neve, na akrepat, bashkë me mu, ju edhe unë bashkë, do të mësojmë diçka në të cilën na nuk kena dashtë, nuk kemi dashtë, nuk kemi pranu, jemi mundu, jemi përpjek shumë që të ndryshojmë diçka lidhur me
me emocionet e tona, kemi dash me bind veten që s'po ndjejmë, kemi dash me bind veten që s'po na anin mo. Tash ka ardhur koha me i mbyll do libra, edhe me kuptu të vërtetën edhe me pranu. Shigjetari, avanturisti jonë më i madhi. I thojmë në avanturist, ata e në guzimtarë në fakt. Këto evente po e gjejnë shigjetarin në një fush betej, thuja se të ngjajshme me atë të dashit. Të dyja janë sheja të zjarta, edhe problemi është që te shigjetari e kemi shumë të theksume që kanë qenë në një dëshirë me kriju një raport me dikën që o konë shoqëni ose shoqëni të lartë ose të afërt. Ose dikush prej shoqënisë po i largohet shigjetarit. Duhen na më mësu me i lanë njerëzit me shku. Ata shkojnë kur dojnë me shku e na nesër kena me i falemderu që kanë me shku. Kështu që shigjetar, përshëndetuni me disa njerëz të cilët keni menduar që i keni shok. Karrieristat ton, ata janë ata, bricjapat pra. Bricjapat janë njerëzit të cilët vërtet, nëse dikush dashuron, më thojnë që për shembull, thojnë që nëse dashuron një gaforre, dashuron me zemër, nëse dashuron një bricjap, dashuron me kokë, më parë duhet me pas interes, mos një dashurot, jo interes, bukfalisht pare, po duhet me qenë mu dashuru intelektualisht në dikën, mos nej e shef fiziken e tana tjerat. Flasim për bricjapat, këto evente qellore të bricjapat ndodhin në fushën e karrierës dhe të pareve. Këtu diçka do të kuptojnë ata që nuk është ashtu që ata kanë mendu, ose as spaku, nëse kanë qenë shumë racional, ata racional janë, ata do të kenë sukses në biznisin e vetë. Ujori. Tash ujorin s'u ne kuptojmë, sepse ujori edhe peshku janë dy sheja të cilët i takojnë të ardhmes. Pak prej neve këtu mundet me e kuptu një ujor, zor është sepse ujori se kupton as veten. Tash këto evente qellore në këtë javë për ujort duhen me pas parasysh që ndodhen në vetën e parë që është Pluto, edhe në shpinë e udhëtimeve. Ujorët duhet të bëjnë një udhëtim të vogël ose të kyçen në ndonjërin prej mistikave, të mësojnë diçka ezoterike, të mësojnë diçka që do të shtinë spiritualisht me udhëtu ose të udhëtojnë fizikisht, sepse aty do të mësojnë diçka prej të cilës ata do të kenë përfitime afatgjate, ose edhe dënime besa. Edhe i fundi si gjithmonë është peshku. Ndërmtar ton, ata të cilët janë më kreativët, më emocionalet, ata të cilët nuk fjalosen, ata vetëm largohen. Edhe, çka me thamë për peshqit? Për peshqit shumë është e fokusume energjia në sferën e rilindjes, ose ripozicionimit të tyre në jetë. Peshqit duhen përmes intuitës së tyre, e cila është shumë e zhvilluar, ata rrallë i besojnë. Peshqit të cilët arrijnë me i besu intuitës vetë dhe ndjenjave të veta, ata vërtet janë artista, por pak prej tyne i besojnë intuitës duke marrë parasysh që jetojmë në një botë shumë të vrasht. Ata të cilët kanë pas guximin me ndëgju veten, vërtet do të jenë në mundësi që të ringjallen, ripërtrihen edhe rinisin çka do që ata për ta ka përfundu. Këta ishin të gjitha shejat, ju miqtë e mi, nëse keni nevojë me pas një hartë natale, një konsultim astrologjik, ose çfarë do lloj qef bisede me mu, lidhur me astrologjin kuptohet, mund të me kontaktoni përmes Instagramit tem, përmes TikTokut, përmes numrit telefonit që do të afishojmë poshtë 412 999, 049 412 999 plus 383. Atë mund të më kontaktoni, shërbimet janë me pagesë, mundeni mi marrë një hartë natale, me kuptu pozicionin planetar, ku ka qenë, kur keni lindjo, mundeni me kuptu shumë çka për veten. Ju ndihmon astrologjia, nuk është fallë, është vetëm një hartë
me kuptu se ku po shkojmë. Faleminderit që më ndoqët, miru pafshin.